Përshëndetje, nëse doni të mësoni se si t'i rregulloni gjërat vetë, regjistrohuni në kanalin tim, që të lajmëroheni kur unë të nxjerr video të reja, do lajmëroheni nga YouTube. Edhe në të dëshironi, bëni një like, po u pëlqeu video, natyrisht. Okej, këto doja t'u thosha unë. Këtu video t'i keni me fjalë pa gënjeshtër, po i them, jo egzagerime. Kam këtu një furrë i cili nuk punon. Ndizet vetëm drita këtu. Po për të ngrohur nuk ngroh. Edhe unë do t'u tregoj se si mund ta rregulloni. Shpejt, edhe pa rrezikuar jetën tuaj, nëse do ndiqni këshillat e mia. Në radhë të parë, duhet të keni hequr prizën, më falni spinën nga priza. Duhet të jeni sigurt për të, që mos rrezikoni jetën tuaj. Okej? Ja ta provojmë, këtu zhora. Ja si që shikoni drita unë testi. Këtu është një rezistencë, edhe këtu është një. E qojmë dhe kjo këtu poshtë, që jam dy rezistencë. Edhe temperaturën, e qojmë fund fare. Të 230. Edhe të presim një qik, se që shikoni, është lidhur me korrent. Tani e fillin të, e heqim nga priza. Të shikoni rezistencët, shikoni, për kaq kohë rezistenca duhet të përblonte këtu. Nuk u fund keq, asnjëherë nuk është ngrohur. Ta heqim edhe këtë. Tepsin këtu. Mirë, rreta zbërthejnë, ta shikojmë se çfarë problemi ka. Vegla që na duhen një kaçavid me bateri, po patët, ose një kaçavid kështu, yll. Pra një zerë më duhet e shumë. Nuk lezonja. Se dysh. Edhe një aparat matës. Që të masim rezistencët nëse janë djegur e kërë. E shikojmë dhe gjerat e tjera. Ja, përdojmë të testa. Mirë, puna e parë që do bëjmë tani është që të kontrollojmë rezistenca. Rezistencat janë këto. Ka 4 rezistenca. Do t'i kontrollojmë një nga një më mirë. Na duhet një aparat matës. Aparatin e çojmë te qeshenja që ka këto vija kështu. Këtu ku tregon që është në vazhdimsi me fjalën, pa e këputur. Se po tjetë e këputur nuk bën pipit. Okej? Fillojmë të parë, një duket jetë. Duket.
Rezistenca e parë që sakt. Edhe kjo e dyta. Edhe e treta. Edhe e katër. Kjo do të thotë që faji nuk e ka rezistencën. Përderisa aparati tregon mirë. Të kontrollojmë një qelësi. Edhe qelësi që sakt. Kontrollojmë edhe këtë. Është si tipore këtu. Edhe kjo tregon e sakt. Edhe ta afrojmë shik. Edhe kjo është e saktë. Tani na ngjelet vetëm regjistruesi temperaturës, no? Derisa ato janë të sakta. Ky nuk punon. Më thënë që problemi është këtu. Të qojnë dhe qjetë e dhjera. Ky nuk punon. Dhe të përthejmë të një të shikojmë. Dhe shikoni si është ngjitur këtu. Këtu. Shikoni. Unë e përdrej dhe ajo nuk shkëputet, ne? Mirë, releja e parë nuk u beti. Nuk puti fare në fellëshdjegun komplet. Dhe unë gjeta një rele tjetër.
Është ngjashme me këtë. Okej. Le t'i vendosim të dhe të shikojmë nëse do punojë apo jo. Unë do t'a provoj kështu, po juve mos e provoni kështu. Nëse mund t'u bjen raste që të rregulloni një kështu, se ky. Se këto janë me rrezik. Se që shikoni drita unë ndesi, ma shumë ndesi dhe që pare. Ta si le ta lem pak sa të skuqen rezistencë. Se mund t'i masim që temperaturën, shikoj këtu. Temperatura 17, këtu të dhoma. Shikoj se ngrihet. Dhe ashtu në hyrje të derë. Në të rezistetët po skuqen avash avash. Tani shikojnë se janë skuqur rezistencët. Duket për bukurie. E shikoni? Kështu që furri puna shkëlqyer. E mirë tash me qenë se furri ishin nxehtë, e do kohë të ftohet. Mos a bëjnë video me shkaputje. Po e mbyll videon këtu, ta lejmë vetëm për të mbështyrës. Mirë, kjo ishte videoa, i falenderoj për shikimin, edhe miru pafshim në videon tjetër. Qofshi mirë.